mbi atë që e bën këtë fest kaq të veçantë. Përtej dritave që vezullojnë dhe simbolizojnë shpresën, reflektojmë mbi bujarinë, solidaritetin dhe bashkimin tonë si komp dhe si shoqëri. Krishtlindja është frymëzim që na kujton se edhe përballë sfidave duhet të triumfojë shpresa. Kjo fest na fton për respekt të tërsjellë, ndaj familjeve që na do pa kushte, ndaj miqve që na qëndrojnë pranë dhe bashkombasve tonë, me të cilët na lidh gjuha, gjaku dhe shpresa e përbashkët. Magjia e Krishtlindjes na bën sonte të kthejmë vëmendjen edhe drejt atyre që janë larg, në shërbim, por mbi të gjitha drejt atyre që kanë më së shumti nevojë për kujdesin tonë. Prandaj, sipas shembullit të Shën Terezës, le të kujdesemi jo vetëm sonte, por gjatë gjithë vitit që vjen, për ata që presin ndihmën tonë dhe kanë nevojë për ngrohtësi njerëzore. Një buzëqeshje e sinqert, një gjest dashurie mund ta ndriçojë botën e dikujt dhe ta bëjë më të bukur edhe botën tonë. Krishtlindja na kujton se drita gjithmonë e gjen rrugën përballë errësirës dhe se dashuria ka fuqinë që t'i transformojë njerëzit. Kjo natë ka një domethënie edhe më të gjerë shpirtërore, por edhe historike për ne. Historia jonë e pasur është e gërshetuar me traditën tonë shpirtërore ndër shekuj. Ndaj sonte, kujtojmë edhe letrën që apostulli Pali kishte drejtuar romakëve, ku shkruan se ungjilli u shpall nga Jerusalemi e deri në Iliri, duke dëshmuar se këto troje kanë qenë pjesë e hershme e historisë së krishtrimit. Në këtë vazhdimsi historike qëndrojnë edhe figura madhore ilire, sikurse Konstantini i Madh dhe Justiniani i Parë, që të dy Dardan, të cilët transformuan duke përqafuar krishtërimin dhe duke i vendosur parimet e tij në të drejtën romake. Pastaj Shën Jeronimi i Lirë, përkthimit cilit i shkrimeve të shenjta i dha botës Biblën e shenjtë. Papa Klementi, i njohur po ashtu si Papa Albani, trashëgimia e cilit formsoi jo vetëm identitetin shpirtëror të Evropës, por edhe arkitekturën morale dhe juridike të qytetërimit perëndimor. Në këtë natë të Krishtlindjes ka si të mos kujtojmë edhe martirët e parë katolik, shenjtorët tanë, Florin dhe Laurin nga Ulpiana. Me aktin e krijimit ata dëshmuan besimin dhe lanë një trashëgimi që vazhdon të frymëzojë brezat. Lidhja jone e hershme me vlerat perëndimore na shpihet te kujtimi i kryetrimit, atletit të Krishtit dhe mbrojtësit të krishtërimit, princit të Arbërisë, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, i cili me guxim dhe sakrificë mbrojti këto vlera që formsuan trashëgimin tonë shpirtërore. Ky frymëzim historik gjen vazhdimsinë tek presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, i cili në gusht vitit 2005, gjatë vendosjes së kurthemelit katedrales, theksoi se kjo katedrale do të jetë një shenjë e paqes, e dialogut dhe respektit ndërmjet gjithë qytetarëve tonë, duke shërbyer si një urë mes besimeve dhe kulturave tona. Të dy figurat ndonse në kohë të ndryshme janë të lidhur ngushtë me vlerat perëndimore, ndaj janë udhërrëfyes në vizionin tonë euroatlantik. Trashëgimia e tyre dhe vizioni i tyre së bashku me përkushtimin e vazhdueshëm ndaj njerëzimit na frymëzojnë ta ruajmë dhe të përforcojmë lidhjet shpirtërore, kulturore dhe diplomatike, duke ndërtuar një të ardhme ku paqja, drejtësia dhe solidariteti do të jenë vlera që na bashkojnë. Në këtë vazhdimsi historike dhe shpirtërore kam pasur nderin të pritem ditë më parë në audiencë private nga shenjtëria e tij Papa Leoni XIV. Gjatë këtij takimi përcolla sërish urimet më të përzemërta për fillimin e misionit të tij dhe ftesën e përzemërt për një vizitë në Republikën e Kosovës. Në këtë frymë biseduam edhe për rolin e Kosovës, tokës sonë dardane, si një vend që ka ndërtuar paqe dhe harmoninë ndërfetare mbi përvojën historike të qëndresës, sakrificës dhe mbijetesës së sonë. Kosova mbetet e përkushtuar për t'i forcuar marrëdhëniet me selinë e shenjtë dhe për të avancuar miqësinë tonë historike, duke udhëhequr nga vlerat që na bashkojnë: paqja, dinjiteti njerëzor, solidariteti dhe respekti ndërsjellë. Të dashur miq, në këtë natë Krishtlindjeje le të kujtojmë se drita e shpresës dhe dashuria për të tjerët janë ato që mund të transformojnë botën përreth nesh. Le t'i hapim zemrat dhe shtëpitë tona, jo vetëm për gëzim dhe festë, por edhe për mirësi, për kujdesje dhe solidaritet. Le të marrim frymëzim nga shembulli i Nën Terezës dhe të gjitha figurave tona historike, duke përhapur dashurinë dhe shpresën tek të tjerët, duke i mbajtur të gjalla traditat dhe vlerat tona. Qofshin ditët tuaja të mbushura me paqe, shëndet, gëzim dhe dashuri të pakufishme, për shumë mot gëzuar Krishtlindjen dhe një vit të ri plot bekime për të gjithë.
Universitet tamam kazan Jamhuri Üniversitesi. Tamam. Gëzuar. Gëzuar e bashi qenë.